Unë jam doktoresha Arieta, mjek e pneumologe pranë Premium Clinic. Duhani është një problem shumë i madh, shëndetësor si dhe social, sidomos në këtë periudhë kur ajo është shtuar shumë në moshat e reja dhe tek femrat. Duhani shkakton dëmtime të rrugëve respiratore, duke filluar që nga irritimi i rrugëve bronkiale dhe më pas vazhdon duke instaluar një bronkit kronik dhe më pas në ato që ne i quajmë sëmundje pulmonare obstruktive kronike. Duhanpirja për një kohë të gjatë, i cili ne i quajmë ndryshe një fumator të rënd me një paket në ditë për shumë vitesh, shkakton dëmtime, siç tham, të parikthyeeshme. Ne në këto raste rekomandojmë gjithmonë që këta pacient të ndiqen me të paktën një spirometri dhe një grafi për të paraprirë sëmundjeve dhe komplikimeve që shkakton duhani, siç mund të jetë kanceri pulmonar, por dhe insuficienca respiratore. Mos harroni të na kontaktoni në numrin e afishuar